Me një histori mira vjeçare, traditat e hershme dhe një trashëgimi të pasur kulturore, Saraqinishta mbetet një ndër fshatrat më të vjetër të njësisë administrative Antigone në bashkinë e Gjirokastrës. Ky fshat i njohur ndryshe dhe si fshati i shumë kishave, ruan banesa karakteristike me stil dhe arkitektur të veçantë, të cilat dëshmojnë historinë dhe identitetin e zonës. Sot jo vetëm banorët, por edhe vizitorët vendas dhe të huaj po e zbulojnë gjithnjë më shumë këtë perlë të trashëgimisë kulturore shqiptare. Fshati me tradita. Përpara kanë qenë vinin, sidomos një për Pashkën. Bëshim Pashkën këtu të tërë, mblidheshim, vinë në 15 gusht, prapë për shërmërinë. Neve që kemi ngelur këtu dhe që vimë me bujqësinë. Bëjnë do një kosht, jo të mbjedhim qepët, jo të mbjedhim patatet, domatet e këto të tëra. Pastaj me herdhite, me rushët e me këto. Mirë është vinë, sepse edhe neve hapim syt, edhe diçka fitojmë. Pse i pëlqejnë turistët këto zonat rurale? I pëlqejnë se këtu janë të tëra gjërat bio. Të gjitha që punojnë, i bëjmë vetë. Tu me blektori, me bujqësi, kështu edhe me këto rushe, me gjërat të shpive. Ju çfarë moshe keni sot? Po unë jam 80 vjeç. Vazhdoni akoma të punoni? Po që bëjmë, ja, kemi ca rush, ca shue e mire me gjendën. Do të nxirrni rakin tani? Rakin, ja kam fuqinë atje. Shikoj që keni mbjellë edhe baçen. Baçen i mbjellëm sa për vetë tonë. Ju i keni punuar? Neve i kem punuar. Traditë e vjetë shumë. Me të jemi marrë, me baçe, me ca bakti, me lop, to kemi në një fshat. Tani fshatin e vizitojnë edhe të huaj. Po vinë edhe turistat, vinë. Shkojnë për në Antigone poshtë, e këtë janë edhe këtu, kanë shumë kisha. Ka latë, ka këtu poshtë, ka kisha shumë. I vizitojnë turistët? Pa tjetë i vizitojnë. I vizitojnë edhe turistët. Është kjo një nga arsyet që ata vinë në Saraqinisht? Po arsye se ka kisha, ka Antigonea, kthehen edhe këtu në fshat. Blektori më shumë se jemi fshat malori. Kemi parë në një kalon që shikon vete na kroj, se kemi përdej krojnë. Vizita në Saraqinisht nuk është thjesht një ndalesë turistike, por një përjetim unik mes historisë, kulturës dhe arkitekturës që mbart ky fshat. Për çdo që zgjedh të zbulojë jugun e Shqipërisë, Saraqinisht mbetet një dëshmi e gjallë e kohëve të hershme dhe një thesar që vazhdon të ruhet me fanatizëm nga banorët e saj. Një vend ku e shkuar atakohet me të tashmen, duke i dhënë udhëtimit një kuptim më të thellë.